artistik. Një shfaqje që pasqyron energjinë, talentin dhe zërin krijues të nxënësve tanë. Kjo shfaqje është një dëshmi e qartë se shkolla është vetëm vetëdijës, por hapësirë e shprehjes, zhvillimit personal dhe bashkëpunimit krijues. Bashkëpunimi i cili sot është mundësuar nga mësuesit tanë, që meriton një falënderim dhe një duartërditje për idetë e tyre, kohën dhe impenjimin. Nuk ka asë se ky spektakël magjik të nisim pa falendëruar jurin tonë e cila të tregon për ne për fondën e ne. Falenderoj Gjani Qera, kryetar, moderator dhe producent. Falenderoj Luna Kërcyku, anëtare, gazetare e njohur në Top Channel. Falenderit Gjimi Mila, anëtar, koreograf. Falenderit Flori Mergita, anëtar, regjizore dhe finaliste. Falenderit Hamid Skilja, anëtar dhe kompetitor. Falenderoj sponsorët e maratonit syrnore 2025, Bashkia Elbasan, në drejtimin e kryetarit zotit Ledian Llapja. Ju ftoj të shijoni çdo moment të këtij spektakli. Ne le të nisim kështu pa humbur kohë me një herë gare. Çfarë është dashuria? Ëndër, iluzion apo realitet? Kënga Bota e Iluzion. Plot ndjenja dhe emocion na bën të mendojmë për atë disi që realitetin e zemra nuk ecën gjithmonë në të njëjtën rrugë. Mirpresim Alessia Kasën me kënga Bota e Iluzion. Shkolla jonë ka talente të padiskutueshme në fushat e muzikare. Çanërisht të poezia. Në një botë ku sinqeriteti shpesh shihet pas maskash,